me gjithë këtë imtësi të detajeve tona më private, si ndodh që në parim jemi ultra të kontrolluar në qytetarët e zakonshëm të këtij vendi dhe nga ana tjetër shohim nëpër rrugët tona një kriminalitet kryesisht edhe financiar të llatarshëm. Po se mendoj që aty ndodh selektiviteti pastaj tek të dhënat. Tek të dhënat ndodh selektiviteti, tek të dhënat ndodh pastaj kapja e njerëzve sipas strukturave që ka patronazhimi, sipas të dhënave që ata marrin, që këtë tani ka në dorë të gjithë, sepse akshi dihet që i nxjerr të dhënat sa i do qeveria. Në këto momente ata na kanë nën kontroll dhe për kriminalitetin, unë mendoj që e nxitin vetë. Shteti e nxit vetë kriminalitetin. Edhe financiar, për të trafikantë. Po, për të gjitha. Unë kam një popull i varfër është më i kontrollueshëm, sepse ai se ka mendjen tek të ndryshoj qeveritë apo pushtetet apo të lëviz shoqërinë, por e ka mendjen që të japi bukë fëmijës ditën e sotshme. As për nesër madje. As për nesër nuk mendon dot. Kështu që nuk lëvizin dot shoqëritë. Dhe për më tepër që të gjitha këto masa që janë marrë deri tani janë thjesht për të goditur shtresën e mesme, cilat dihet që bën edhe rotacionet her pas here të pushteteve. Sepse kjo shtresë është ajo shtresa gri e cila lëviz i jep balancën në varkës nga duhet vej. A mendon se ka pasur reagimin e dur të qytetarëve të shtresës mesme? Apo se kanë kuptuar çfarë drejtin ishte? Ka kohë që qytetarët nuk lëvizin më në Shqipëri, domethënë ne rrethohemi nga dy vende, Greqia dhe Serbia, ku populli është derdhur në rrugë, ndërsa tek ne nuk derdhet asnjëri në rrugë, të gjithë rrinë nëpër shtëpia, e kanë me atë parimin pse këdo zgjedh, në fakt duhet zgjedhur patjetër. Edhe nuk jam që të zgjidhen as ato partitë e vogla, sepse nuk e lëvizin dot pushtetin. Nuk marrin dot as ndonjë deputet në bazë të ligjit që është bërë, por ne jemi bërë popull apatik. Ne më mirë flem, rim rehat në krevat, sesa të ngrihemi dhe të kërkojmë drejtat tona. Nuk prisja mesazh kaq të fortë politik nga një audituese ligjore Meri, po e vlerësoj shumë qëndrimin tënd sigurisht empirik të bazuar në numra dhe në fakte. Unë jam qytetare, para se të jem ekonomiste jam qytetare. Jam nën, nuk dua që fëmia im të jetë kaq i kontrolluar, nuk dua që as unë vetë jem kaq i kontrolluar. Kështu që unë jam qytetare radh parë, po di të bëj dhe llogari pastaj që nëse jap një parti të re, ku shkon ajo, sa vota i duhen për të krijuar një deputet, sa i duhen një parti të madhe për të krijuar deputet, edhe rotacioni nuk krijohet duke vajtur tek këto partiçkat e vogla. Qartë. Për ta mbyllur pak duke u rikthyer te tema e divës shqiptare. Tani ca zëra po dëgjoja që thonë që nëse në 2025-ën edhe shtyhet 2026 do jetë shumë më keq. Pse? Po nuk besoj që do shtyhen 2025-ën, sepse tani të thash që në nga 1 janari ka filluar sistemi i ri i deklaratës, tatimit të burim, ku deklarohen emrat e personave, ka filluar sistemi i ri në listë pagesë, që më përpara nëse ishe dy punësuar, një 30.000 lekë shiri të hiqej vetëm nga të dy të punësuar, ato punëdhënësit, tani të hiqet vetëm nga njëri, pra të ardhurit e tjera do i kesh tatushme totalisht, dhe në fund të 2025-ës, pra në 2026-ën, kur do deklarojmë 2025-ën, ligji parashikon që do bëhen edhe zbritjet për fëmijët që kanë në ngarkim persona dhe për shkollimin e tyre. Mendoj që ka filluar e keqja dhe do ta kemi që në 2025-ën, në fund të 2025-ës, kur të bëhet deklarimi, sepse nuk do shpëtojmë më asnjë dark nga të ardhurat. Ka filluar e keqja. Informaliteti zero. Për te bezdisjes dhe kontrollit, kosto për xhepat e shqiptarëve do të ketë kjo? Po. Ata që në fillim këtë që duke qenë se deklarata nuk është aq e thjeshtë, për një qytetar normal, për shembull një punonjës në një institucion shtetëror në fakt ishte më ka marrë disa herë sepse ai nuk e kuptonte se si duhet ta deklaronte qeran e një objekti që kishte dhënë me qera. Dhe më thënë është dashur rreth 25 minuta për t'ia shpjeguar se si duhet të bënte deklarimin. Kështu që nëse do më paguante, ndërkohë që unë ja kam bërë falas, apo në qoftë se ju do paguanit ekonomistët e syrit që u ka bërë deklarimin juve, do të ishte kosto për ju. Shumica e njerëzve janë me pagesë. E qartë, po për te kësaj pagese, qeveria ka mundësi nëpërmjet kësaj edhe të tatoj më shumë normalisht?
Po, patjetër, patjetër. Për shembull, nëse ti ke pasur nëse ke pasur një të ardhur qeraje e cila nuk është deklaruar në gjikundi, por është paguar tatimi nga personi tjetër, tani e ke ti në ngarkim do të deklarohet tek ty nëse të dy jeni individ, për shembull. Unë që paguaj qeraje, unë do paguaj edhe tatimin? Po, nëse jeni të dy individ, ti do paguash se janë të ardhurat e tua. Ndërsa kur jeni ju dhe një subjekt, tatoj një për të ardhurat e mia kur marr rrogën. Përveç se më shkatrohet trupi nga zgjimi në 5:30 mëngjesit. Po dhe nëse paguaj një gjë për cilën fiton tjetri, do paguaj prapë unë? Po sepse është ndaj thon tatim në burim, Flavio, sepse është jo ti si person kur ke dhënë një objekt me qira, thash se mos e kish kuptuar. Okej, thash kur paguan qira. Personi që ka krijuar të ardhurat, personi që ka krijuar të ardhurat. Ai do paguaj tatimin kur janë dy individ. Ndërsa kur njëri është individ dhe tjetri është subjekt tregtar, e paguan subjekti tregtar. Po kur janë dy individ, ai që krijon të ardhurat, edhe pse në përgjithësi tatimi duhet ndalet në burim tek individi që paguan lekët. Ai duhet ta paguajë edhe tatimin. Sa bukur situata, sa bukur. Dakord, Meri, faleminderit shumë. Ka dhe më bukur të them edhe diçka që nga viti tjetër për personat, për profesionistët e lirë, sepse u duk sikur ishte një fitore nga gjykata kushtetuese për profesionistët e lirë, por jo, është vetëm e pjesshme, sepse nga viti tjetër do tatohen edhe ata me 13% apo me 24%, me 23% në bazë të ardhurave që do kenë krijuar, të gjithë ata që kanë një klient, 2 klient ose 3, që i kanë në Shqipëri dhe ai që i ka të huaj jo, do me thënë do kemi një strukturë tjetër edhe për profesionistët e lirë, që do paguajnë. Do knaqemi, do më thënë? Patjetër, do knaqemi të u knaqë. E qartë. U knaqem të u knaq. Normal, është këngë nga një dive vërtet, ajo, diva e tatimeve. Faleminderit Meri Liga, të uroj ditë të mbarë. Faleminderit, ditë të mbarë dhe për ju. Përshëndesim Meri Ligën, ndërkohë kam përshtypjen, nuk e di regjia nëse do duhet të kalojmë në një